Lojrat e fatit në veçanti në vendin ton janë shumë fishu. Lojrat e fatit o leo të ndërsëm, kazinot janë shumë fishu dhe dikush në del sot krenoat dhe thot elhamdulillah rritëm qëllimin që ne burëm për sipër që të mormi një vendim. A din cili vendimi i fundit që është morë që nuk ka të drejta një kazino të hapet pa pas distancë me gazinon qëtër 500 metrë. Dhe kjo nuk është për përfitimin e atyre apo për interesin e popullatës. Po është për interesin e kazinove për shkak vëllezër të ndërshëm, një ndërasia që në bani unë të flasë nga se në Kumanov, kinoshta jeni të informuar se kazino më e madhe në Maqedoni, që i fotet e Izraelit që kanë ardhur për të hapur, për të shkatëruar një umet pasi që neve na shkatëruan, ko pas kohë çdo dekatë ne përjetojmë në veçanti në Kumanov nga një tragjedi të madhe, tragedia e cila është në prag të hapjes të kazinos më të madhe në Maqedoni, është vëllezër të ndërshëm në Kumanov. Dhe njëri prej neve thot, këta ka be merë këtë informot në sefte, por në dëgjojnë. Pra vëllezër të ndërshëm, ne gjalltas dhe majtas më shumë kemi bon kazino, se sa të kemi vetë shërbime, apo të kemi supermarket. Pra vëllezër të ndërshëm, ne në këtë mimberin e pejgamberit Allahut kemi informuan se Islami është sistemi vetëm që ka mundësi që të shqirton problemin e ummetit. Dhe Islami është armaria ummetit është e domosdoshme. Dhe këto nuk aludojnë këto mashtrime dhe lojrat e fatit, nuk aludojnë diçka tjetër vetëm që na tregojnë se ky sistem bashkohor i cili tenton apo që pretendon për të drejtat e njerëzve është sistemi kalbër që nuk vlen për të mbizotëruar dhe për të sondu botën, për atë këtë papunësi dhe këtë varfëri një ndër shkaqet kryesore, vëllezër të ndershëm janë bizozat lojrat e fatit. Nga se siç kanë thonë të partë tonë, se ai i cili mirët me kësaj lojna fillon të urren punën, ma alergjik është ndaj punës, nga se ai shef ëndra dhe jeton më shumë me iluzione se sa me realitet. Për ata thonë të Ibn Gjauzi, nuk është lojrat e fatit, apo Gjauzi nuk është gjithë tjetër, vetëm mashtrim i vetë vetës dhe jetë me iluzione. I ba ato të cilët iluzion, ato të cilët shofin ëndra qutë dhe thonë sonte, inshallah ka me qëllu shtaqën edhe afer jam se dje më qëllun për një numër së në qëllova a ki harën se mas ati kompjuteri ka një program që a i komandohat edhe a është i programun se ki shtaqë të rënë, 3 shtaqë kur një jetën e vetë s'ka mi pa. Vetëm një rast mund të qëlloj njerë njonin mi për ti motivu të qërë. Dhe ajo ama tragjike vëllezër të ndershëm a propaganda që bëhet dhe shohin njonin me makinë luksoze dhe thonë kja është ai i cili mbram ja kishte qëllu. Kja propaganda e tyre që të mos të ikin mishterit të tyre. Pa atë njonin një ditë e pyeta dhe njonin, thash atë shumë që ka frekuentim në këto kazino që faktikisht i kanë zonë dhe rrugët me makinat të ndryshme. Thash, a muni me ma tregu veç një që e ka qëllu, e ka qëllu shtaqën, thamë bon filonin. Shkun dimuj vetëm arrestu, na i kishte punu me drogu. Pra vëllezër të ndërshëm, këto janë propaganda dhe mashtrim. Pra ki sistem nuk është ndërtu që ti me fitu. Ki sistem është ndërtu për di arsye kryesore. Sistemin vëllezër të ndërshëm të Biçozit janë ata të cilët e propagandojnë, ata të cilët e promovojnë, janë njerëz të cilët dëshirojnë që të përfitojnë korrizin e të varfërve. Mirë pa jo është kriju për di qëllime. E para është për t'i la parët e pista. Politikant hajduta të cilët kanë vjedhur vëllezër të ndershëm, i kanë shpërla dhe i kanë la parët në stromic për një masdort.
Janë morë vesh me ato unë 1 milion pishti, 800.000 të bardha kanë dalë mëngjes. E kuptove për se vëllezër të ndërshëm, ke hap është i vështirë që të mirët, që të mbyllët. Dhe e kuptuat pse Kosova dhe Shqipëria e kanë mbyllën, jo për çkak haramit dhe halalit, po për çkak për të mbyll dyert e pastërimit të pareve të pista. Dhe kanë bo vëllezër të ndërshëm, Mitrovicën e Veriut e kanë shëndëru në Maqedoninë e Veriut. Mbyllën agje, këto pastërime dhe transferohen në vendin tonë vëllezër të ndërshëm. Për këtë arsye, përderisa ato nuk mbyllën, dihet se ka hajna të mëdhej që të nëtojnë që parët e pista që t'i pastërojnë, mirë për kur e kanë pa se ka ki umet shumë njerëz naiva që nuk e kuptojnë këtë sistem dhe nuk e kuptojnë se a vepër shejtanit që Allahu Azza wa Jalla ka mbyll të gjithë dyert që muslimani të jeton, muslimani të ushqeja të mbjeton, muslimani që të furnizon familjen e vetë, nga gjerse ati e nga jo lojrat e ndryshme dhe mashtrimet e shejtanit, pa do le të ndërshëm atëre, këto janë ata që i reklamojnë dhe janë ata që i nxisin njerëz që mos të kiqen sa që ai ftofët me njerë japin atij një përfitim të vogël dhe nuk e lën me dalën. E në veçantia kini pyet pse këto lojna ma shumë bëhen natën, nga se natën terrori nuk punon si kur ditën.